Shoqata e tifozëve veteran të Vllaznisë për jetë kuqe blu ka organizuar një mbrëmje festive kushtuar ish portierit të skuadrës shkodrane Lul Gjeloshi dhe arkitektit të skuadrës së futbollit për femra në vend. Me ekipin Juban Danja Ferdinand Diaku, Gjeloshit në shenjë nderimi ju dorëzua fanella simbole portierit të Vllaznisë, ndërsa Jakut ju akordua një certifikat mirënjohje me mbishkrimin si zbulues dhe arkitekti futbollit të femrave në Shqipëri dhe si president i suksesshëm i Akademisë së Futbollit për Femra, Juban Danja. Nuk kam njohur për Shkodër, por janë ka 20.000 që na kanë njëki. Në arta jeni kanë në jo. Dhe që jo bashkë dhe të parë, a kanë knajësia, a lidhje me i përmë që kam dojtë Shqipëri. Normalisht kjo është një emocion i veçantë për mua, për futbollit femra e linë në Shkodër, ashtu siç ka linë dhe futbolli meshkuj. Pra, Shkodra është roja për futbollit dhe për disa sporte të tjera. Sander Dema, kryetari i shoqatës së tifozëve veteran të Vllaznisë për jetë kuqe blu, tha se mirënjohja për ata që kanë kontribuar për sportin në Shkodër është një detyrim për secilin. Si gjithmonë në vazhdin e respektimit të figurave të futbollit, të personave që kanë lënë kontribut vazhdueshëm të Vllaznia të futbollit, të trajnerët, në përgjithësi për futbollin. Edhe sonte kishim organizuar këtë darkë ceremoniale me tifozat e vjetër. Ai që sonte ishte i ftuar, ishte Lul Gjeloshi, ish portieri i Vllaznisë, i cili ka lënë një kontribut shumë të bukur të Vllaznia, një djalë i qeshur, një djalë që ka lënë një respekt tek tifozëria shkodrane, sepse edhe na vetë i përkasim një brezi që i Lulin e kena pa të luajt nga shkallat e stadiumit. Me këtë rast të kishim edhe të ftumin e nderit profesor Ferdinand Diakun, arkitektin e futbollit femrave, i cili është edhe president i Akademisë Futbollit Femrave Juban Danja, ku aty ka lind futbolli femrave. Edhe profesor Ferdinandi është një figurë e madhe edhe në rrume e futbollit femrave. Dhe ishte kënaqësi që sonte ishte këtu në mesin tonë. Lul Gjeloshi është me origjinë nga Selca Kelmendit të Malësisë së Madhe. Për një vit, 1998 deri në vitin 1999, ai ishte portier i Vllaznisë. Më pas mori rrugën e emigrimit. Ai ka hyrë në historinë e futbollit shqiptar si portieri më i ri në moshë që ka luajtur me një ekip të parë, në moshën 15 vjeç me Beslidhjen e Lezhës dhe në moshën 17 vjeç ishte kapiteni i kësaj skuadre.